Supremja rrëzon 2 nene të liberalizimit të energjisë, zëreja procesi vazhdon, bizneset ende pa qartësi. Vendimi i fundit i Gjykatës Supreme ka trazuar sektorin e energjisë në Kosovë. Gjykata ka shfuqizuar 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë, duke konkluduar se ato kanë krijuar pasiguri juridike dhe ekonomike për konsumatorët. Në akt vendim thuhet se mospërputhjet mes ligjit dhe akteve nënligjore ka ndikuar drejt për drejt në cenimin e sigurisë juridike. Për këtë arsye, ndërhyrja e gjykatës është konsideruar e domosdoshme. Ky vendim është pritur me lehtësim nga bizneset në vend, të cilat prej vitësh kanë kundërshtuar detyrimin për të kaluar në tregun e hapur të energjisë. Sipas tyre, udhëzuesi që i obligonte kompanitë me mbi 50 punëtor ose qarkullim mbi 50 milion euro të largoheshin nga shërbimi universal që ka qenë i paqartë, i padrejtë dhe ekonomisht i dëmshëm. Pavarësisht këtij vendimi që pritej të sillte qartësi, zyrat e rregullatorit për energji ka publikuar menjëherë një komunikat zyrtare. Zëreja deklaron se e mirëpret vendimin e Gjykatës Supreme, por njëkohësisht thekson se procesi i liberalizimit të tregut të energjisë vazhdon, ndërsa kontratat aktuale të konsumatorëve në tregun e hapur mbeten të vlefshme. Kjo deklarat ka shkaktuar edhe më shumë konfuzion. Nga njëra anë, gjykata shkruan për pasiguri juridike, ndërsa nga ana tjetër, zëreja insiston se procesi nuk ndalet dhe se kontratat ekzistuese mbeten në fuqi. Ndërkohë, bizneset raportojnë se faturat vazhdojnë pa ndryshime, sikur vendimi i gjykatës të mos ekzistonte. Edhe më shqetësuese është heshtja totale e partive politike parlamentare. Asnjë deklarat, asnjë sqarim, asnjë qëndrim. Pyetja që poshtrohet tani është: pse ka shumë heshtje për një vendim që prek qindra kompani dhe miliona euro kosto energjie? Ndërsa gjykata dhe zëreja japin mesazhe kontradiktore, bizneset dhe konsumatorët mbeten në një terren të paqartë. Procesi i liberalizimit që duhej të sillte konkurrencë dhe transparencë po shndrohet në një burim të ri pa sigurie. Megjithatë, zhvillimet në ditët e ardhshme mbeten të jenë vendimtare.